Mirëdita të gjithëve, mirë se keni ardhur. Ju uroj një radhë të parë gëzuar vit në ri, suksese këtë vit, në punë, në familje, e në shëndet mbi të gjitha. Siç e dini, sot mbledhet asambleja e zakonshme e radhës e përvitshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë. Si fillim dua që të gjithë ngrihemi në këmbë dhe të nderojmë himnin kombëtar, më pas vjojmë me procedurat e mëpasme. I deklarojmë të hapura punimet e Asamblesë Zakonshme të Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë. Në fillim ja jap fjalën kryetarit të Komisionit të Verifikimit të Mandateve, zotit Enkele Ligaj, që të na bëjë përmbledhjen e prezencës në sallë. Verifikimi kryer pranë sekretariatit, rezulton se në asamble janë pranishëm 75 delegat. Delegat nga 45 anëtar të shoqatës. Sipas njoftimit të dërguar me datë 22/12/2025, thirrja e asamblesë është realizuar në përputhje me statutin dhe brenda afateve të përcaktuara. Në përputhje me nenin 28 statutit, secili anëtar ka të drejtën e një delegati për çdo 100 lojtar të licencuar që marrin pjesë në garat rajonale të gjitha niveleve. Për transparencë, bazuar në të dhënat e marra nga sistemi Kometi Federatës Shqiptare të Futbollit, përfaqësimi i anëtarëve është si poshtë. Klubi i Futbollit Tirana 443 lojtar, 5 delegat, Futboll Klub Dinamo 209 lojtar, 3 delegat, Futboll Republik 267 lojtar, 3 delegat, Partizani 234 lojtar, 3 delegat, FC Internacional Tirana 17 lojtar, 1 delegat, Akademia Futbollit 158 lojtar, 2 delegat, Shoqata Sportive Spartak Tirana 204 lojtar, 3 delegat, Kino Studio 186 lojtar, 2 delegat, Rinia 2018 343 lojtar, 4 delegat, Akademia Arena Tirana 196 lojtar, 2 delegat, Olimpik Junior 277 lojtar, 3 delegat, Qendra Miq për Jetë 0 lojtar, 1 delegat,
Djemtë e kombinatit Djekkom, 81 lojtarë, 1 delegat. Etjen 301 lojtarë, 4 delegat. Albanët 156 lojtarë, 2 delegat. Atletik Tirana 0 lojtarë, 1 delegat. FBA 107 lojtarë, 2 delegat. La Praga Sport 93 lojtarë, 1 delegat. Kombinati Futbol 55 lojtarë, 1 delegat. Tirana King 127 lojtarë, 2 delegat. FC Dajti 0, 1 delegat. Akademia Futbollit Tekstil 102 lojtarë, 2 delegat. Junior Tirana 31 lojtarë, 1 delegat. Shoqata Sportive Pasioni 65, 1 delegat. Akademia Lidemi 111 lojtarë, 2 delegat. Viking Tirana 101 lojtarë, 2 delegat. Junior KSP 247 lojtarë, 3 delegat. Tirana Golden Boys 177 lojtarë, 2 delegat. AP Dinamo Junior 215, 3 delegat. SEA Academy 24, 1 delegat. MV Rinia 155, 2 delegat. Qendra Edukimit Sportiv Vor 256 lojtarë, 3 delegat. Akademia Futbollit Lions 133, 2 delegat. Emend Ma Tirana 115, 2 delegat. Shoqata Futboll Loel 75 lojtarë, 1 delegat. Don Bosco Academy 58, 1 delegat. Akademia Futbollit Kamza 69, 1 delegat. Akademia Futbollit Dajti 172 lojtarë, 2 delegat. Akademia Futbollit Triumf 300 lojtarë, 3 delegat. Akademia Selacin 121 lojtarë, 2 delegat. Shoqata East Park 79, 1 delegat. Akademia Futbollit Çangu 74 lojtarë, 1 delegat. Akademia Futbollit Titans 112, 2 delegat. Akademia Zhupa 15, 1 delegat. Nacional Sport Park 75 lojtarë, 1 delegat. Bazuar në sa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë datës 6/1/2026 duhet ketë 89 delegat, nga të cilët, siç u përmend, janë të pranishëm 75. Përrjedhoj, kuorumi është i plotësuar dhe Asambleja mund të vijojë normalisht punimet e saj. Faleminderit. Faleminderit zot Likaj. Nderuar antar, vijojmë me zhvillimin e punimeve të asamblesë, ku sipas procedurës kërkohet miratimi formal i rendit ditës, së bashku me propozimet e paraqitura brenda afateve ligjore nga antarët e shoqatës. Siç jeni të informuar, me datë 22 dhjetor 2025 ju është dërguar me anë të postës elektronike ftesa për Asamblenë e Përgjithshme Zgjedhore, shoqëruar me rendin paraprak ditës, në të cilin përfshihen dhe propozimet e paraqitura nga kryetari apo antarët në përputhje me procedurën e përcaktuar në statut. Nga antarët e shoqatës janë paraqitur disa propozime për kandidat për president FSHF-s apo për antarët komitetit ekzekutiv. Duke qenë se këto propozime janë depozituar brenda afatit ligjor, konkretisht deri më datë 26/12/2025, ato përfshihen zyrtarisht në rendin e ditës së kësaj asambleje. Nëse nuk ka kundërshtime, kalojmë procesin e votimit për miratimin e rendit ditës. Normalisht që votimin në këtë rast është i hapur. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet, faleminderit. Atë Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë, me vota unanime, vendoset miratojë rendin e ditës, i cili është përpara jush, nëse është e nevojshme unë mund t'ua lexoj edhe një herë, por vjojmë më tej, ku kemi emërimin e delegatëve për të verifikuar proces verbalin e kësaj asambleje. Në bazë statutit, sekretariati i shoqatës është përgjegjës për mbajtjen e proces verbalit, dhe gjithashtu asambleja duhet të caktojë 3 anëtarë për të verifikuar proces verbalin dhe për të shqyrtuar proces verbalin e mbledhjes fundit.
Emrat e propozuar janë si më poshtë zoti Ermal Myrtaj, zonja Zënjusha Edmira Pacaj dhe zoti Bektash Qapoku. Nëse ka propozime të tjera, jeni të mirëpritur. Nëse nuk ka kundërshtime, i kalojmë votim. Kush është dakord për këto 3 emra? Kundër? Abstenim? Faleminderit. Asambleja e Përgjithshme, Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë, me vota unanime, asnjë kundër, asnjë abstenim, vendosi të emëroj delegate për verifikimin e procedurës të Asamblesë Përgjithshme datës 12/2/2025, personat të mposhëm, zotin Ermal Myrta, zonjushën Edmira Pacaj dhe zotin Bektash Qapoku. Vjojmë mëtej me punimet. Kemi në rend në ditës zgjedhjen e vëzhguesve së kësaj asambleje, të cilët bëjnë të mundur mbarvajtjen e punimeve dhe gjatë numërimit të votave në procesin e vendimmarrjes. Emrat e propozuar janë zoti Dashamir Çangu, zoti Kujtim Pashaj dhe zoti Eduard Zhupa. Nëse nuk ka kundërshtime, i hedhim vot dhe këtë pikë. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë, 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, vendosi të emërojë vëzhgues të Asamblesë Përgjithshme Zgjedhore personat të mposhëm, zotin Dashamir Çangu, zotin Kujtim Pashaj dhe zotin Eduard Zhupa. Vjojmë me pikën tjetër, propozohet miratimi i procedurbalit të mbledhjes së Asamblesë Përgjithshme të Shoqatës paraardhëse të datës 12/2/2025. Procedurali u është dërguar me email me datë 8/3/2025, gjithashtu është i përfshirë në materialet e Asamblesë, të cilat ju janë dërguar me datë 27/12/2025. Asambleja ka qenë dhe transmetuar, kështu që ju ftoj të votoni për miratimin e procedurbalit të Asamblesë Përgjithshme të zakonshme datës 12/2/2025. Kush është dakord? Kundër? Abstenim. Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë me 66 vota, me 75 vota pro, 0 kundër, 0 abstenime, vendosi miratoj procedurbalin e mbledhjes së Asamblesë Përgjithshme paraardhëse të datës 12/2/2025. Përpara se të vazhdojmë pikën tjetër, do ftoj kryetarin e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë, zotin Krenar Ali Mehmetit, mbaj një fjalën përshëndetëse dhe mëtej vijojmë me rendin e ditës. Ju faleminderit. Përshëndetje. Të nderuar anëtarë të Asamblesë, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi dhe një privilegj i veçantë për mua që sot hap punimet e Asamblesë të Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë. Ju falenderoj sinqerisht të gjithëve për pranimin tuaj dhe për kontributin e vazhdueshëm, për kushtimin dhe pasionin që tregoni çdo ditë në shërbim të zhvillimit të futbollit në rajonin tonë. Një përshëndetje veçantë shkon për shoqatat që aderojnë për herë të parë me të drejtat të plota në këtë asamble. Mirë se vini në familjen tonë të madhe dhe ju urojmë suksese në rrugtimin tuaj sportiv. Duke hedhur një vështrim pas, viti që lam pas ka qenë një vit intensiv pune, reflektimi dhe konsolidimi. Shoqata jonë gjatë periudhës midis dy asambleve, janar-dhjetor 2025, ka punuar me përkushtim për të përmbushur objektivet e vendosura, duke u fokusuar veçanërisht në sistematizimin dhe standardizimin e kampionateve të organizuar nga shoqata gjatë tyre 4 viteve. Ky proces ka sjellë sot një realitet më të rregullt, më transparent dhe më funksional, ku të gjithë shoqatat dhe akademitë operojnë mbi të njëjtat rregulla, duke krijuar kushte për një garë të drejtë dhe një menaxhim gjithnjë e më profesional. Një nga arritjet më të rëndësishme ka qenë formalizimi i akademive dhe hedhja e lojtarëve në sistem, proces i cili tashmë është kuptuar dhe pranuar si një domosdoshmëri nga shumica e shoqatave. Nëpërmjet trajnimeve periodike për administratorët e sistemit Komet dhe takimeve të vazhdueshme në terren, kemi rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e regjistrimit korrekt të lojtarëve dhe ekipeve pjesëmarrëse në aktivitet. Sot, falë këtij sistemi, çdo lojtar është i mbrojtur, çdo akademi është e përgjegjshme dhe çdo kampionat zhvillohet mbi baza të qarta ligjore dhe sportive. Megjithse ka ende disa pak ekipe që nuk e kanë përfunduar plotësisht këtë proces. Ne do të vazhdojmë të jemi pranë tyre me mbështetje dhe asistencë, me qëllimin që askush të mos mbetet jashtë këtij sistemi të përbashkët. Një tjetër përfitim konkret dhe i prekshëm për të gjithë anëtarët tanë është shpërndarja e uniformave nga Federata Shqiptare e Futbollit,
e cila tashmë u shërben të gjithë shoqatave pjesëmarrëse në kampionate. Ky është një hap i rëndësishëm drejt barazisë, identitetit sportiv dhe dinjitetit të aktiviteteve tona. Puna juaj e palodhur e mbështetur nga projektet e FSHF-s si Topi im, Uniforma ime, Futbolli i femrave, UEFA Playmakers, Grassroots, programi i futbollit në shkolla, si dhe nismet e juaja për organizimin e turneve, eventeve historike e festive, ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e dashurisë së fëmijëve për futbollin dhe në zgjerimin e bazës së tij. Të gjithë këto përpjekje së bashku me investimet në infrastrukturë nga pushteti vendor dhe FSHF-ja i shërbejnë qëllimit ton final, përfshirjes sa më shumë fëmijëve në futboll dhe rritjes së cilësisë së stërvitjes dhe garës. Në përfundim, tendo ato pak shoqata që ende nuk janë plotësisht aktive, të bëjnë përpjekjet maksimale për të bërë pjesë integrale e këtij vizionit të përbashkët. Shoqata jonë dhe Federata Shqiptare e Futbollit do jenë gjithmonë pranë tyre me mbështetje dhe bashkëpunim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj punime të mbar asambles. Faleminderit kryetar. Pika e tjetër e rendit ditës është raporti i aktivitetit të shoqatës. Që të mos bëhemi përsëritës, unë do t'ju përmbledh me pak fjalë raportin që mos rrita lexoj, do ka vetëm pikat kryesore të cilat janë shprehur në këtë raport. Ajo që duhet të theksoj është që u bën plotësohen 4 vjet për pak ditë që ne kemi marrë në drejtim shoqatën rajonale futbollit Tiranë dhe të gjithë jemi koshient që ndryshimi ka qenë rrënjësor. Dhe pa dashur që të shtoj në një gjë më shumë se sa jemi në një rrugë të gjithë së bashku, jemi në një rrugë suksesi. Kemi arritur që në këto vite të kanalizojmë në rrugë drejt ligjore gjithë dokumentacionet e shoqatave. Aktualisht nuk ka asnjë shoqatë e cila aderon pranë SHRFT-s që të mos ketë dokumentat ligjore konform ligjit. Në procesin e këtij viti ne do të pranojmë 10 anëtarë të rinj sot me votën tuaj dhe do të ngrejmë dhe një asamble të radhës, ndoshta në fund sezonit për të pranuar edhe pjesën tjetër. Duke filluar nga sezoni tjetër, asnjë shoqat që merr pjesë në aktivitetet tona nuk do të jetë pjesëmarrëse nëse nuk do jetë anëtare e SHRFT-s. Pra kemi hyrë në një proces standardizimi krejtësisht në një niveli tjetër. Për sa kohë që kemi sistemuar kampionatet, kemi rritur numrin e lojtarëve, kemi standardizuar dokumentacionet përkatëse, tani do t'i kthehemi 2 pikave shumë të rëndësishme, të cilat janë oksigjeni i shoqatës, që është rritja e cilësisë, dhe kjo nuk varet vetëm nga ne, por varet nga gjithë ju, përveç masivizimit, që nuk duhet harru kur, dhe pika tjetër është rritja financiare. Aktualisht jemi në një rrugë shumë drejt për sa i përket dhe të mirë, për sa i përket anës financiare. Për herë të parë, shoqata rajonale e futbollit Tiranë është me një plus valencë për shkak sponsorizimeve. Pika tjetër shumë e rëndësishme është dhurata që Federata Shqiptare e Futbollit i bëri shoqatës rajonale e futbollit Tiranë duke i dhënë kompleksin sportiv Kamës, cila është një pasuri dhe aset i pakontestueshëm dhe që do t'i shërbej pikërisht anëtarëve të shoqatës. Aktualisht ne jemi në një proces të në vijim për ta modernizuar këtë kompleks. Aktualisht e kemi kthyer në bazat shëndosh asaj përket organizimit dhe disiplinës dhe për momentin disa nga shoqatat tona kryejnë stërvitje pranë këtij kompleksi dhe luajnë ndeshjet e tyre. Gjithmonë duke mos prekur financat e shoqatës. Pra, për ju ka pasur një çmim veçantë dhe ndeshjet të luajtura pa lek. Pra, në asnjë moment nuk është i përfshirë kompleksi i Kamzës në rritjen apo në çmimin e fushave të cilat paguhen nga ana e shoqatës. Dhe ky është një favor i jashtëzakonshëm që na ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit. Sa i përket sponsorizimit, është një diçka
që ne kemi 3 vjetë që punojmë, ka qenë shumë e vështirë, por duke rregulluar kampionatin, duke rregulluar dokumentacionet dhe duke zhvilluar një kampionat të drejtë dhe të rregullt, me gjithë problematikat e veta që përsëri ka problematikat, gjithë jemi koshient për këtë, aktualisht ne kemi arritur që arkat e shoqatës të jenë në një gjendje të mirë. Në vitet në vijim, kjo gjë do të vazhdojë të konsolidohet dhe të rritet dhe më shumë. Çka vërejmë ne si vjetë? Nëse vjetë kanë qenë rreth 441 ekipe, si vjetë numri rritur dhe më shumë. Nëse ne për para 4 vjetësh e morëm shoqatën me 3300 fëmijë të regjistruar, të rregullt, sot në sistemin komet janë 7651 fëmijë. Kjo s'është vetëm merita jonë, kjo është dhe merita juaj, as nuk diskutohet fare, por të dyja duart shtrëngojnë njëra tjetrën. Ne kemi qenë suport për ju dhe ju suport për ne. Aktualisht kemi edhe mangësi, në futbollin e vajzave po ecim me shumë ngadalësi, ka një rritje nga viti në vit, si vjet jemi diku ke 60 vajza më shumë, por përsëri jemi shumë pak. Nuk e di mekanizmin cilin ne do të gjejmë që t'i thithim vajzat të luajnë futboll, por që kjo varet shumë edhe nga ju. Edhe në sallë për shembull shoh vetëm 4 femra që luajnë rolin e trajneres. Edhe kjo ndikon shumë. Tjetër çfarë nuk na ka shkuar mirë. Duhet që të punojmë më shumë që të gjithë që të mos dështojmë në kampionatet e rritura. Aktualisht U19 nuk është nivelet pritura. Nuk na falet asnjërit prej nesh që kampionati U19 zhvillohet me 5 ekipe. Këtu duhet arrisim, sepse kjo pastaj do shkojë zinxhir dhe do të bëjë edhe në kampionatet më poshtë. Kemi kampionate shumë të mira të U11-s, U13-s, U7-s, U9-s, U14-s, U15-s, U16-s, U17-s dhe U19-s që dëm. Ta gjejmë gjithë së bashku se ku që dëm. Jeni të mirëpritur që t'i sillni propozimet, se dejo në keni pas të hapur gjithmonë, por t'i sillni propozimet zyrtarisht për çdo lloj problematike të cilën ju e vëreni që nuk shkon mirë apo që duhet përmirësuar. Dhe nga vjet ka pasur një rritje të numrit fëmijëve nga 6430, 6435 mos gaboj, si vjet jemi në numrin 7651, pra rritja është progresive vit mbas viti. Kjo tregon për gjithë përkushtimin, jo vetëm tonin, por dhe tuajin bashkë. Aktualisht ka një rritje të madhe të futbolli i grup moshave U11 dhe U13. Tek U11 janë rreth 20 ekipe më shumë, ndërsa tek U13 janë pothuajse 20 ekipe më shumë. Këto janë dhe grup mosha të cilat futbolli është dhe më i zgjeruar. Ne duhet punojmë më shumë që këto grup mosha t'i shtojmë edhe më tej. Siç e dini, sa ju përket fushave, puna jonë vijon e përvitshme dhe ju e dini që është ndërmjetësimi i shoqatës, po dhe i federatës, që fushat të merren me atë çmim i cili merret sot. Sepse nëse do të shkonin privatisht tek kontratat me fushat, dihet që çmimi do të ishte shumë i lartë. Pra, roli i rregullatorit të shoqatës në rastin konkret vazhdon të funksionojë shumë mirë. Del një punë më e madhe për zyrtarët tanë, që janë delegatët, po dhe arbitrat, po që duhet kemi parasysh që ata njerëz janë edhe gabojnë. Gjithsesi ne do të marrim masat tona që t'i zvoglojmë sa më shumë fenomenet të cilat ju shqetësojnë dhe ju. Por dhe nga ana juaj duhet të ketë një sjellje më të moderuar dhe më edukative në fushën e lojës. Se fundja edukata juaj pasqyrohet tek edukata e fëmijëve tanë. Ajo ku që dojmë vit për vit
është fillimi i kampionatit. Arsyet dijen, asnjë nga ju nuk e bën përpjekjen që ta fillojmë më përpara, për shumë arsye objektive por edhe subjektive, dhe ne nuk kemi vënë rregullat e duhura për t'u lejuar dhe juve që të keni mundësi të federoni sa më shumë. Po kjo nuk vjen vetëm nga mos funksionimi juaj, vjen dhe nga mos funksionime të tjera, të cilat janë shkaqe të cilat nuk varen vetëm nga anëtarët e shoqatës apo nga ne. Kjo pjesë duhet rregulluar faktikisht. Mirëpresim propozime dhe për këtë pjesë, ashtu siç mirëpresim propozime për rregulloret apo për propozime që doni t'i çoni më lart. Ajo që është e mundur të rregullohet dhe të ndryshohet, patjetër që mund ndryshohet dhe të rregullohet. Ju thash, jemi në pjesën që do të përmirësojmë cilësinë e futbollit. Pa harruar rritjen e numrit, do të përmirësojmë cilësinë e futbollit. Aktualisht, ajo që vëre unë është që shumë shoqata kanë filluar përçapjet e tyre për të siguruar fusha futbolli. Dhe kjo është një nismë shumë e mirë, sepse në fund përkthehet me rritje cilësie. Nuk mund të shkoj që ekipet e U14, U15, U17 e më tutje të stërviten në kalqeta. Dhe kjo, pa ndërmarrjen e nisma, ka filluar nga vetë Youth Lëvizje. Ka disa shoqata të cilat kanë filluar të lëvizin në këtë drejtim. Dhe është diçka për t'u lavdëruar dhe për t'u duartërkitur. Siç u thash, kompleksi i Kamzës është aseti kryesor i kësaj pjesë, dhe të jeni të sigurt që shumë shpejt ne do ta kthejmë burim fitimi për shoqatën. Ne kemi besim dhe projektin e kemi shumë të mirë për ta kthyer në një burim fitimi. Aktualisht kemi arritur që Kamzën ta nxjerrim me një fitim të vogël, pra jo me humbje. Dhe ka qenë puna e gjithë stafit ton që kjo nismë të fillojë me sukses. Projekti është, mund të them, madhështor dhe ne do ta realizojmë në mënyrë të tillë. Pika tjetër që desha të shtoj është çështja e analizave mjekësore dhe siguracione. Po i 2 vjetësh ndërmojmë një nismë që ta revolucionarizojmë këtë lloj pjese. Pse e bëm ne këtë? Cili ishte qëllimi? Dhe çfarë arritëm? Filluam një proces i cili do të shmang në mënyrë rrënjësore të gjithë paqartësitë apo shmangjen nga pjesa e bërjes analizave në mënyrë jo të rregullt. Çfarë arrim? Arrim fëmijë të shëndetshëm, të sigurt luajmë futboll dhe një qasje ligjore. Sipas ligjit, të gjitha analizat mjekësore duhen kryer pranë qendrave të specializuara të licencuara. Në të ardhmen do të shmangen të gjitha ato qendra mjekësore të cilat nuk do të jenë konform ligjit. Nuk do të ketë më të tilla gjëra. Çfarë arritëm me këtë? Arritëm që në disa nga shoqatat u evidentuan fëmijë të cilët kishin luajtur me vërim në zemër. Jo, marr dhe shembull për doni. Evidentuam fëmijë të cilët ishin të pamundur për të luajtur. Pjesa më e madhe e analizave të zhvilluara si vjet, sepse ende ka mangësi, por që kjo punë do të vinë në përmirësim me sipër. Pjesa më e madhe janë zhvilluar korrekt. Gjithmonë duke pasur parasysh edhe anën financiare të fëmijëve. Dhe nuk besoj se kemi prekur këtë pjesë, por dhe kemi krijuar një gamë të gjerë të vendeve se ku mund të zhvillohen analizat. Pika e dytë, e cila për mua vazhdon të mbetet revolucion, është krijimi i vendosjes së një standardi për siguracionet. Ku ishte qëllimi? Qëllimi ishte të zbatojmë ligjin. Dhe ne zbatuam ligjin. Dhe unë duhet t'ju falenderoj gjithë për përkrajen që patët këtë mes.
as për krenarin, as për ardhin, as për shoqatën, për veten tuaj dhe për fëmijët për cilët përfaqësoni. Unë nuk e prisja që të kishte një rezultat të tillë. Çka tregon që ju e përqafoni ligjin, përqafoni drejtën. Çfarë arritëm sot ne me këtë lloj projekti? Ju citoj vetëm në kaq pak kohë që për herë të parë janë bërë këto siguracione, dëmtimet që janë paguar, Future Stars, La Praca Sport, Kamza Sport, Viking, Autoktonat, Partizani, Tirana Young Stars, Albanët, Rinjael, Dyra City, Tërë 19. Kam disa nga shembuj këtu. Dhe ajo që është më kryesorja është që në këtë projekt janë përfshirë dhe prindërit. Pra ne u ofrojmë dhe prindërve një zbritje të teksuar për çdo shërbim shëndetësor të marrin. Ky është projekti që ne kishim prezantuar. Absolutisht jeni të lirë ta bëni ku doni. Po që unë mendoj që ky projekt të cilin ju e përqafuat në masën 99% është shumë i suksesshëm. Dhe për këtë duhet ju falenderoj. Ky projekt kishte për qëllim në radhë të parë që të jemi të qetë në lidhje me shëndetin e fëmijëve. Që të jemi të qetë në lidhje me dëmtimet. Prandaj do t'ju bëj dhe një thirrje, nëse ju do të keni çdo dëmtim në fushën e lojës, patjetër duhet ta deklaroni te delegati i ndeshjes, dhe ai e referon pranë nesh dhe pranë institucionit ku ju keni prerë siguracionin. Nderuar miq, historia e shoqatës tonë me gjitha vështirësitë dhe problematikat e përditshme është një histori suksesi, siç u thash fillim, tepër e prekshme. Dhe askush nga ne nuk ka një argument kundër për të kundërshtuar faktin që ndërtuam kampionate, vendosëm rregulla, rregulluam dokumentat, shtuam numrin e lojtarëve në kampionate, siç u thash më sipër e morëm shoqatën me 3300 futbollistë dhe sot jemi 7651 futbollistë të regjistruar. Numri i cili vijon të rritet sepse për dritarin e janarit ka ende kërkesa. Pa përmendur këtu dhe shumë fëmijë të tjerë që militojnë pranë shoqata dhe akademive, po për arsye objektive nga ana juaj nuk janë të federuar. Mbetet sfidë e madhe për ne rritja e mëtejshme e numrit lojtarëve në qarkun e Tiranës, rritja e cilësisë së stërvitje për sa i përket profesionalizmit trajnimit, po dhe fushave stërvitore. Ndihma jonë do të jetë e pakursyer, ashtu siç ju ofrojmë administrativisht me stafin tonë, në mënyrë që historia e suksesit vijojë dhe mos ndalet këtu. Në përfundim sjellim vëmendje të gjithë se punimet e asamblesë të vitit na gjejnë në një stad zhvillimi që kërkon jo vetëm punë e vëmendje, por me gjitha sforcat dhe bashkëpunim që të japin futbollit amator pamjen që të gjithë duam, e në fund të krenohemi bashkërisht për çka po krijojmë e po zhvillojmë. Ju faleminderit. Vjojmë më tej me një pikë tjetër të rëndësishme të rendit ditës, që është miratimi i pasojave financiare të shoqatës rajonale të futbollit të Tiranë, të cilat janë përgatitur dhe raportuar deri më datë 31 dhjetor 2025. Në materialin që ju është dërguar, duke qenë se ftesa për mbledhjen e asamblesë sipas rregulloreve është dërguar në dhjetor, materiali i pasojave financiare korrespondonte me periudhën janar-dhjetor 2025. Tashmë para jush kemi pasojat e plota të vitit kalendarik 2025. Në këto pasojë përfshihet çdo shpenzim të ardhur e lidhur me veprimtarinë e shoqatës për gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me shpenzimet gjatë vitit financiar janë regjistruar këto kategori kryesore: shpenzime për pagesat të arbitrave, delegatëve, gjyqtarëve në zbatim të aktiviteteve garuese të organizuara, shpenzime për qerat e fushave, përputhje me ndeshjet dhe aktivitete përkatëse të kampionateve të futbollit amator, shpenzime të tjera operative të cilat lidhen drejt për drejt me funksionimin dhe aktivitetet e shoqatës, pagat dhe detyrimet dhe sigurimet shoqërore shëndetësore të administratës, pasqyruar deri në muajin dhjetor 2025. Të tjera pagesa të domosdoshme të nevojshme për funksionimin normal të strukturave tona dhe realizimin e aktiviteteve statutore. Sa i përket të ardhurave, për gjatë kësaj periudhe shoqata ka realizuar këto burime financiare, të ardhura nga grantet e FSHF-s, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të financimit veprimtarisë tonë, të ardhura nga federimet, si rezultati i regjistrimeve dhe anëtarësimeve të klubeve dhe strukturave respektive, të ardhura nga sponsorizimet të cilat mbështesin zhvillimin e aktiviteteve tona, të ardhura nga tarifat sipas përcaktimeve në kuadër shërbimeve dhe proceseve të shoqatës. Së fundmi u informojnë se pasqyrat financiare të paraqitura sot janë përfundimtare deri në datën 31 dhjetor. Materialet janë dërguar gjithë anëtarëve në datën 26/12/2025. Nëse ka pyetje ose kërkesa për sqarime, jemi të gatshëm t'i adresojmë. Ka pyetje dhe sqarime, ju lutem?
Jo. Atë ju ftoj të votoni për miratimin e pasojave financiare. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Asambleja e Përgjithshme e Shoqarisë Rajonale e Futbollit Tiranë me 66 me 75 vota pra 0 kundër 0 vota abstenim vendosi miratoi pasojave financiare të SHFT-s. Vazhdojmë me rendin e ditës, kërkohet miratimi i buxhetit për vitin 2026. Në materialin që është dërguar janë paraqitur parashikimet e detajuara sipas zërave për projekt buxhetin e Shoqarisë Rajonale e Futbollit Tiranë për vitin 2026. Në vijim, shkurtimisht do ndalem disa sqarime dhe komente për zërat kryesore të këtij projekti buxheti, shpenzime për personelin dhe administratën, përfshin kostot e pagave, për strukturën drejtuese dhe administrative të shoqatës, si dhe për specialistët e angazhuar në projektet zhvillimore. Në total, të shpenzime për vitin 2026 parashikohen në vlerën 12.713.200 lekë, në përputhje me strukturën aktuale të aktiviteteve dhe nevojat operative të shoqatës. Shpenzimet për stafin e jashtëm lidhen kryesisht me pagesat e arbitrave, delegatëve dhe personelit mjekësor për gjitha ndeshjet e kampionateve të moshave dhe aktivitetet sportive që organizohen nga shoqata. Për vitin 2026, këto shpenzime parashikohen në vlerën 14.070.010 lekë. Në total, shpenzimet për stafin e jashtëm dhe shpenzimet administrative për vitin 2026 arrin vlerën 26.783.210 lekë, duke mbuluar gjitha kostot e nevojshme për organizimin dhe mërvajtjen e aktivitetet sportive në rajonin e Tiranës. Në përgjithësi, shpenzimet vjetore të parashikuara për Shoqatën Rajonale e Futbollit Tiranë për vitin 2026 kapin vlerën 22.232.690 lekë, një nivel shpenzime që kontrolluar në përputhje me mundësitë financiare dhe burimet e të ardhurave të shoqatës. Një element i rëndësishëm i projektit buxheti për vitin 2026 është parashikimi një investimi në qendrën servitore Kamës në vlerën 5 milion lekë të reja, me qëllim përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe krijimin e ambienteve më të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve sportive. Ky investim do të fokusohet në ndërhyrjet më njerëzshme si përmirësimi i tribunës fushës parë, bankinat e fushave, punimet hidraulike në ndërtesë, ndërtimin e tualeteve për publikun, mbjelljen e pemëve si në mbajtjen e barit të fushave. Këtu duhet shtoj që një pjesë e punimeve që po kryen aktualisht në qendrën servitore Kamës janë dhe frut i bashkëpunimit me sponsor të ndryshëm. Aktualisht mund t'ju them për shembull që të gjitha punimet hidraulike do të zbriten nga kjo fashe përcaktuar këtu, pasi janë marrë përsipër nga një sponsor i caktuar, i cili do t'i kryejë gjitha punimet hidraulike në godinën e qendrës servitore Kamës. Po kështu reklamat, po kështu pjesa e bankinave të fushës parë dhe dytë, cilat janë tejet amortizuara, vendosja e flamurëve dhe reklama ndriçuese, si dhe pjesa e investimit në klubin në bar kafën që ndodhet atje. Në lidhje me projektin Uniforma ime, dëshiroj të theksoj se ky projekt do të vijojë dhe gjatë viteve 2026-2027, duke ruajtur të njëjtën shpërndarje për fëmijët e regjistruar. Për arsye logjistike, menaxhimi i pagesave të transportit materialit sportiv do të realizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit, ndërsa Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë do të vijojë të menaxhojë shpërndarjen e uniformave ashtu siç ka funksionuar deri më tani. Këtu është për të shtuar vetëm një fakt që jo të gjitha shoqatat luajnë me uniformën e dhënë nga Uniforma ime. Ky është një projekt i cili ka kushtuar vlerë monetare dhe do të ishte në nderin dhe në respektin tonë që ta vlerësonim të fakt dhe që këto uniforma të përdoren në fushën e lojës. Se pikërisht për këtë është bërë ky projekt. Në lidhje me të ardhurat, burimet kryesore të financimit të Shoqarisë Rajonale e Futbollit Tiranë për vitin 2026 do të sigurohen nga grantet e Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilat vijojnë të jenë në masë shumë të madhe, dhe nga të ardhurat nga sponsorizimet, si dhe nga të ardhurat për anëtarësimet dhe pjesëmarrjet. Këto burime financimi mbeten domosdoshme për garantimin e funksionimit normal të shoqatës, duke qenë se shoqata mbulon gjitha kostot që kanë lidhje me organizimin e garave dhe aktiviteteve sportive, përfshirë pagesa për zyrtarët e ndeshjeve, personel mjekësor dhe qeran e fushave për disa grup mosha. Tarifat e regjistrimit dhe pjesëmarrjes që u kërkohen klubeve janë mbajtur në nivele minimale, me qëllim që të mos rëndohet barra financiare për familjet dhe fëmijët që ushtrojnë aktivitetin sportiv. Kjo do të vijojë të mbetet në këtë stad. Në këtë kuadër, diversifikimi i burimeve të ardhurave, veçanërisht përmes sponsorizimit, përbën një element strategjik për qëndrueshmërinë financiare të shoqatës. Në këtë drejtim, sponsorizimi ka qenë një zë i rëndësishëm i të ardhurave gjatë vitit 2025 në vlerën
4.400.000 lek dhe për vitin 2026 parashikohet një rritje e ndjeshme deri në dyfishimin e këtij zëri në bashkëpunim me shoqëritë Sigal, si dhe marrëveshjeve të reja të sponsorizimit që pritet të realizohen në qendrën sportive stërvitore Kamës. Administrimi i kësaj qendre krijon mundësi konkrete, siç u thash më sipër, për bashkëpunim me subjekte tregtare dhe për sugjerimin e mëtejshëm të ardhurave nga sponsorizimet gjatë vitit 2026. Federata Shqiptare e Futbollit ka qenë dhe vjen të mbetet një partner i rëndësishëm dhe mbështetës i vazhdueshëm i shoqatës rajonale të futbollit Tiranë. Nga ana e federatës kemi marrë angazhimin për vijimin e mbështetjes financiare të nevojshme dhe për vitin 2026 në përputhje me nevojat reale që do të lindin gjatë zhvillimit të aktiviteteve. Nëse nuk ka diçka për sqarim, pyetje, komente, ju ftoj që të vijmë me votimin e projekt buxhetit. Kush është pra? Kundër? Abstenim? Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë me vota të plota vendoset miratoi buxhetin e Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë për vitin 2026. Dua të shtoj edhe një pikë të vogël e cila doli pak nga vëmendja ime. Aktualisht sa i përket të pjesës së organizimeve që ne bëjmë gjatë vitit, duhet ju kujtoj që në muajin shtator bëm një festival fëmijësh, në muajin dhjetor bëm në bashkëpunim me Agjencinë e Pagës dhe Rekreacionit të Bashkisë një aktivitet me futbollin e femrave, i cili ishte një aktivitet për të lavdëruar. Në muajin janar do zhvillojmë 3 turne futsale, po në bashkëpunim me Agjencinë e Pagës dhe Rekreacionit dhe bashkëpunimi i cili ka filluar nga vjet, me ndihmën e njëjit për anëtarëve tanë dhe si vjet vazhdon ky bashkëpunim në një stad dhe më të gjerë, duke na mundësuar që të mos bëjmë pagesa dhe për fushën, e cila përkthehet në ulje kostësh për anëtarët e shoqatës. Dhe besoj se ky aktivitet do të jetë shumë i bukur, ashtu siç ka qenë dhe i radhës kaluar. Do bëhet për 3 grup moshat, U9, U11, U13. Do merrni njoftimin për katës. Ajo që ne ende nuk jemi në stadin e duhur është organizimi i kupave të ndryshme, e cila është në projektet tona për të realizuar në vijim. Vjojmë këtej me rendin e ditës, ku kemi propozimet që janë depozituar nga anëtarët e shoqatës në përputhje me afatet dhe procedurat ligjore përcaktuar në statut. Siç u informova më parë, në rendin e ditës janë përfshirë propozime për kandidat për president FSHF-s dhe për anëtarët të komitetit ekzekutiv. Pas dërgimit të ftesës, gjatë periudhës parashikuar për pranimin e propozimeve deri në datë 26/12/2025, anëtarët e shoqatës kanë paraqitur propozime të cilat janë regjistruar, verifikuar dhe tashmë vijnë përpara jush për shqyrtim. Këto propozime përfshin propozimin nga, nuk po ja lexoj gjitha akademitë, po rreth 25-26 akademi për zotin Armand Duga si kandidat për postën e presidentit FSHF-s, 21 propozime, më fal. Propozimin nga rreth 10 akademi për zotin Lutfin Uriu si kandidat për anëtar të komitetit ekzekutiv FSHF-s. Në vijim, ju propozoj të hedhim vot pranimin ose jo të kërkesës për propozimin e zotit Armand Duga nga ana e SHRFT-s Tiranë si kandidat për president të Federatës Shqiptare e Futbollit. Kush është pro që Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë propozoj si kandidat për president të Federatës Shqiptare e Futbollit zotin Armand Duga? Pro? Kundër? Abstenim? Një abstenim. Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë vendoset miratoi propozimin e zotit Armand Duga si kandidat për president të Federatës Shqiptare të Futbollit. Vazhdojmë me pranimin ose jo të kërkesës për propozimin e zotit Lutfin Uriu nga Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë si kandidat për anëtar të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Kush është pro që Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë propozoj si kandidat për anëtar të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit zotin Lutfin Uriu? Kundër? Abstenim? Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë me vota unanime
vendosit me ato propozimin e zotit Lutfi Nuriu si kandidat për antar të Komitetit Ekzekutiv FSHF-s. Vjoj me rendin e ditës, si që jeni informuar, mandati i kryetarit shoqatës tonë përfundon, ose është në përfundim, dhe është e nevojshme që të rizgjidhet kryetari i ri. Në nenin 50 statutit, Komisioni i Verifikimit është organi përgjegjës për organizimin e procesit zgjedhor. Ky komision u zgjodh në Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme të datës 16/2/2024 me përbërje zotin Enkele Ligaj, zotin Erion Stavri dhe zonjën Gelda Lilo. Dhe tani i dorëzoj zotit Enkele Ligaj drejtimin e mbledhjes për këtë pikë të rendit ditës. Nderuar zoti kryetar, nderuar antar, në përputhje me nenin 50 statutit, Komisioni i Verifikimit ka përgjegjësinë për organizimin dhe mbikëqyrjen e procesit zgjedhor, duke siguruar përputhshmërinë me rregulloren e asamblesë dhe kontrollin e integritetit të procesit. Siç e dini, mandati 4 vjeçar i kryetarit të shoqatës, zoti Krenar Ali Mehmeti, ka përfunduar. Brenda afateve statutore dhe në përputhje me njoftimin e datës 22/12/2025 për mbajtjen e asamblesë përgjithshme zgjedhore. Komisionit i është paraqitur vetëm një kandidaturë për zotin kryetar, konkretisht kërkesa për rikandidim nga zoti Krenar Ali Mehmeti, i propozuar nga 11 antarë të kësaj shoqate. Siç të gjithë e njihni, zoti Ali Mehmeti është një personalitet me integritet të lartë moral, i njohur jo vetëm për vlerat e tij njerëzore, por edhe për kontributin e çmuar në sportin shqiptar. Ish futbollist dhe kapiteni i klubit futbollit Tirana dhe plotson të gjitha kërkesat statutore për postin e kryetarit të shoqatës. Duke qenë se nuk ka patur kërkesa të tjera dhe kemi vetëm një kandidat për kryetar, propozoj që votimi të zhvillohet i hapur. Nëse jemi të gjithë dakord, mund ta hedhim në votë që ky votim të jetë i hapur. Jemi dakord? Po, faleminderit. Pra votimi do jetë në formë të hapur. Tani do doja të shihnin sa jemi pro këtij kandidimi për zotin kryetar. Nëse jemi dakord. Faleminderit. Kundër? Abstenim? Nuk kemi. Faleminderit. Ju ftoj të urojmë suksese kryetarit. Para se kryetari të marrë fjalën përshëndetëse, duhet të saktësoj që numri, për qenë se 2 delegatë kanë ardhur gjatë zhvillimit të seancës, ma konfirmuan tani, numri i pjesëmarrësve është 77, jo 75. Thjesht për konfirmim, që të jemi në rregull me procedurat. Atëherë, ju falenderoj shumë për mbështetjen, për besimin që më dhatë. Mendoj që kjo tregon që kemi bërë një punë të mirë të gjithë bashkarisht, ju edhe ne, duke falenderuar juve, gjerasin falenderoj dhe stafin, i cili ka qenë shumë i përkushtuar gjatë gjithë këtyre viteve. Shpresoj që të gjejmë disa
formula, metoda të reja për rritjen e cilësisë, siç tha dhe Art Haçi përpara, përveç masivizimit, pra nuk duhet të rrim në këto nivele, shpresoj dhe mundësit janë për më tepër. Ne gjithmonë do jemi në mbështetjen tuaj dhe bashkëpunimi me ju ka qenë dhe do të forcohet akoma më shumë. Dhe një herë ju falenderoj shumë dhe shpresojmë që të bëhet më e mira. Faleminderit. Faleminderit Kajnar, sukses në drejtimin e shoqatës tonë në 4 vitet e ardhshme. Tani kemi edhe një pikë të rëndësishme që me sa duket është pika e fundit, zgjedhjen e delegatëve që na përfaqësojnë në mbledhjen e Asamblesë Përgjithshme Zgjedhore të FSHF-s. Lidhur me kandidatë për delegat në Asamblenë e FSHF-s, nga Komisioni i Verifikimit FSHF-s bazuar në numrin total të lojtarëve të regjistruar në sistemin komerc, shoqatës tonë janë caktuar 6 delegatë. Pra duhet zgjedhin 5 delegatë duke përfshirë dhe kryetarin që shkon automatikisht. Kandidaturat janë zoti Kajnar Ali Mehmeti në cilësinë e kryetarit, zoti Artam Vangjeli propozuar nga shoqata sportive Spartak Tirana, zonja Gelda Liloj propozuar nga Akademia e Futbollit e Tjen, zoti Arjan Pisha i propozuar nga shoqata Junior KSP, zoti Oljon Sulej propozuar nga shoqata Rinia El dhe në fund zonja Sonila Çakrezi propozuar nga Viking Tirana. Duke qenë se janë 6 propozime për 6 vende të lira, votimi do të bëhet i hapur. Jemi dakord që votimi të bëhet i hapur, ju lutem? Ngrini. Kundër, abstenim? Okej, meratohet votimi i hapur me 77 vota pro. Atëherë ju lutem të votoni për zgjedhjen e zotit Kajnar Ali Mehmeti, zotit Artam Vangjeli, zonjës Gelda Lilo, zotit Arjan Pisha, zotit Oljon Sulej dhe zonjës Sonila Çakrezi si delegat të SHRFT-s në Asamblenë e Përgjithshme Zgjedhore të FSHF-s. Kush është pra? Kundër? Abstenim? Kush është kundër? Okej. Kundër për gjithë emrat? Duhet t'i merresh një për një? Do t'i marrë një për një? Okej. Një kundër, asnjë abstenim. Edhe një herë të lutem, mund cilë propozim. Okej. Ishe i lirë cilë propozim bazë të statutit. Vazhdojmë. Asambleja e Përgjithshme Zgjedhore e Shoqatës Rajonale e Futbollit Tiranë me 76 vota pro, 1 kundër, 0 abstenim, vendosi të emërojë si delegat në Asamblenë e Përgjithshme Zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit, personat të mëposhëm, zotin Kajnar Ali Mehmeti, zonjën Gelda Lilo, zotin Artam Vangjeli, zotin Oljon Sulej, zotin Arjan Pisha, zonjën Sonila Çakrezi. Vazhdojmë me pikën e fundit të rendit ditës, ku kemi 10 kërkesa depozituara nga subjektet cilat kanë kërkuar të pranohen si anëtare në SHRFT. Shpjegoj se ka pasur disa kërkesa dhe këto janë përcjell Komisionit Licencimit FSHF me qëllim në radhë parë verifikimit kritereve. Gjithashtu aktet janë verifikuar dhe janë përputhje me statutin, duke i lejuar vetëm disa prej këtyre subjekteve mundësinë për të njohur si anëtar me drejta plota të SHRFT-s. Siç ju thash, ju lutem qetësisë është fundi. Siç ju thash në fillim, të gjithë pjesëmarrësit në garën tonë, duke filluar nga sezoni tjetër, do jenë anëtarë. Ata të cilët kanë pasur mangësi apo për arsye procedure dhe kohe nuk janë futur këtë radhë për të miratuar, do të futen në asamblenë e radhës, e cila do mbledhet maksimumi në fund të këtij kampionati. Atëherë, subjektet janë si më poshtë: Akademia e Futbollit SG Tirana, personi juridik i regjistruar si OJF me vendimin numër 7210/10/2023, gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Soni Duka. Hall, person juridik i regjistruar si OJF me vendimin numër 7198/10/2023, gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Igli Almuça. Akademia e Futbollit Peza Sport, personi juridik i regjistruar si OJF me vendimin numër 7360 datë 15/7/2024, gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Elidon Xhemali. Pro Talents Tirana, person juridik i regjistruar si OJF me vendimin numër 6552 datë 13/10/2020, gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë dhe përfaqësues ligjor zotin Vilson Kasaj. FC Autokton, person
juridike regjistruese OJF me vendimin numër 6866 datë 9/12/2025 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë në përfaqësues ligjor zotin Anjet Xhepexhiu. Tërë 19 Futboll Akademi, person juridik regjistrues si OJF me vendimin numër 6923 datë 28/6/2022 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë në përfaqësues ligjor zotin Blendi Husha. AF Kampionet, person juridik regjistrues si OJF me vendimin numër 7212 datë 26/10/2023 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Ervin Hysi. Kamza Sport, person juridik regjistruar si OJF me vendimin numër 7406 datë 25/9/2024 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Kevin Gega. Dinamo 14, person juridik regjistruar si OJF me vendimin numër 7323 datë 10/5/2024 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Kasiot Hysi. Kamza Juniors, person juridik regjistruar si OJF me vendimin numër 6992 datë 6/10/2022 gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë me përfaqësues ligjor zotin Ergys Luga. Kandidatët e tjerë të cilët nuk kanë marrë konfirmimin apo siç u thash në fillim që për shkak procedurës nuk u paraqiten në këtë mbledhje, apo ata të cilët nuk përfshihen në qarkun sportiv Tiranë, do t'i nënshtrohen procedurët të tjera për mbledhjen e radhës. Në radhë parë propozoj ta hedhim vot që pranimi ose jo i tyre të bëhet në grup. Kush është dakord që propozimi i tyre të bëhet në grup? Kundër? Abstenim? Me 77 vota pro, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë Rajonale e Futbollit Tiranë vendosi të pranojë si anëtar të SHFC subjektet i citova më sipër. Ju falenderoj të gjithëve. Nëse nuk ka diskutime të tjera, ka diskutime të tjera? E deklaroj asamblen të mbyllur dhe njëherë ju uroj mbarësi dhe vit mbar.